Se doja të flisa një çik për këtë pjesën e maturimit të rriturit, sepse për shembull, këtë do bëj si analist timen. Armina, hyre në ekran. Hyre kështu, kokete, lezetshme, mis, e lehtë, u bë një shakat here me një lepur i gjeli pula, domethënë, ndoshta e luajt edhe një çik vet, po e luaj këtë pjesën e naivitetit, pastaj te kënga magjike që ishte, domethënë, u krahasove me këto vajza shumë nonchalance të Hollywoodit që janë si mundje lehta që luaj, po e ke luajtur shumë mirë atë. Dhe në fakt rrugës, dhe duke filluar nga Goca dhe Gra në fakt, filloi nga Goca dhe Gra dhe pastaj njerëzit të zbuluan. Kisha atë krizë, ajo zhurma e madhe që ndodhi atëherë në lidhjen tënde me Shkëlzenin, që ti ishe homewrecker, që i thon anglisht, shkatruese familjesh e tjera. Pra e kalove këtë fazën. Ti u kënaqet me robazëve ty për të vite me radhë me Karminën se kam dash me Karminën te Gazeta Tema, ai sa ti ndoshta lexoje thoje, ta lexoj edhe unë se ka interesant. Unë qeshje me ato. Po pra qeshje. Dhe pastaj papritur tak filluan që të Bilesere fundi që dalë një podcast dhe për shifja për dzera komende një podcast që kështë dalë, nuk e di, shumë dashuri për ty, shumë dashuri. Dhe ke fituar dhe natyrisht pjekurin, sepse edhe jeta t'jep atë pjesën tënde. Unë të kam njohur ty, nuk çuditem fare, sepse ti je gjithmonë fani edhe zgjuar, se e zgjuar pastaj. O Dalina, unë kam pas ke bërë lojti, ke luajtur këtë gjë, ke luajtur vetë? Ose se ka marrë seriozisht? Unë jo. Kam qenë që kur isha në adoleshencë, sidomos dhe unë kështu 18, 19, 20 ato vitet e arta. Unë isha super apasionuar me leximin. Edhe dashuroja femrat koketa, më pëlqenin. Edhe thoja, Marilyn Monroe thoshte që zgjuarësia më e madhe për një femër është që të luajë rolin e budallaqes. Dhe ka pas të drejtë. Në disa gjëra, jo gjithmonë. Dhe më shijonte, kisha moshën dhe më shijonte ta bëja këtë gjë, këtë prezantim timin në këtë mënyrë. Më shijonte të isha e qeshur, e çiltër, mos i merr gjërat shumë seriozisht. Po më do të ndihmonte fakti që edhe Zoti ta ka dhënë se ta dha në portret, në zë. Në gjithë moja ai se mund të ishte me zotrash edhe se bëj çdo. Po më shkonte dhe vinte natyrale, nuk është që unë sforcoja. Edhe kur lëshoja këto fjalët, kështu më vinte natyrale, më kupton, e lëshoja rahat. Po me kohën, e para njerë që nuk kam pasur asnjëherë rastin që unë të debatoj ose si që jemi sot, ose si që ishim të Goca dhe Gra që ne analizonim, debatonim, nuk e kam pas rastin më përpara të bëja këtë gjë. Por dhe me moshën, ti fillon edhe e ndron mënyrën e shikimit të jetës, nuk është që bëhesh më serioz, më kupton? Po ndron konfrontimin kundrejt njerëzve, mënyrën se si mendon, mënyrën se si flet, fillon e ndron me kohën gradualisht, nuk është që e bëjun me qëllim. Ti ke një gjë shumë interesante, që edhe ju besoj ja dini Arminës. Armina, ti nuk konfrontohesh me njerëz, ti të duan. Ty realisht të duan. Për të jetë çdo lloj paragjykimi, kush të ka takuar se ato janë zbehur tash? Ty të do realisht të saj edhe është konfrontuar sa i mirë. Edhe grimierja ime tani Lira që përshëndes. Tha, aman, tha sa i miqë është ajo. Po, kjo është e vërtetë. Po, ke një gjë ti që sepse ka edhe në karakter. O Dalin, kjo është diçka tjetër, sepse unë nuk arrit dot që t'u rrej dikë ose të konfrontohem me dikë, nuk arrit dot. Sepse mendoj që jeta është shumë e shkurtër, që ti kaq negativitet t'ia falësh një njeriu. Qoftë edhe sikur ti të duash të konfrontohesh me atë person ose ta kesh inat. Është shumë pse do të marrësh të gjithë të aura negative dhe ta fusësh, ta fokusosh te sherrri. Nuk e kuptoj dot unë edhe në lidhje sentimentale, unë sherrit i kam shumë bezdi. Çfarë do gjë ndodhur më këtë radh këtu. Nuk bëj sherr, hajde ulemi dhe më thuaj, ç'a të shtyu ta bësh këtë gjë. Deri ku shkon kjo gjë? Kështu jam realisht shumë dhe më. A mund të them një detaj se ke detaj më të lezetshëm? A mund ta them atë detaj se shumë i bukur? Se di çfarë do thosh tash se po ta degeneroj. Jo, s'ka problem. Nuk ka si problem se në median time mund ta direkt se bëj shaka. Po, një nga gjërat më të bukura për Arminën dhe nga gjëra që më ka lënë më mbresa është pas divorcit. Nuk e dini njerëzit, nuk isha dalë akoma, dola mbas shumë kohë Alketa. Isha me Arminën, ishim aty te bloku, ishim ulur bashk. Tash kur thuat divorcohet, për shumica e njerëzve është, kupton ka një, ndash, po pse ç'a ndodhi kështu? Edhe kur me vetëm më thonë që sa mi u bëj që ndava ose dia. Po. Armina, di ç'a më tha? Do ta them këtë se është shumë e lezetshme. Armina si thash që po divorcohem Armina. Vërtet? Kaluan 3, 2, 1, moj. Pse s'më një vibrator? Edhe më tregonte pastaj o
online. Kam lexuar ta për këtë vibrator, është shumë i mirë. Ta provoj Ke lexuar apo i ke parë? Tash Ka lexuar, pra ka Po pra, lexuar. tash i letë se rregullova unë. Jo, kishte dalë, ishte kështu viral ky vibratori, edhe unë në momentin që e pashta Si do thua, t'i jo? bëj gjithë njerëzve, ishte kështu. Pa ishte fantastike. Jo, këtë duhet në jetë. Unë e di çfarë mendoj që duhet bëjmë pak fan me jetën, edhe ti dramatizojmë gjërat edhe kur patjetër, gjërat janë shumë patjetër, ekstreme. patjetër. Një rast tjetër për shkakun që kam patur me njëri timin familjar që e kam vuajtur pafund largimin e vet, dhe partneren që unë e kam kushëri të afërt, kur ka qenë momenti që duhet ta kalonim situatën, i thash, e di çaj, thash, lër çdo gjë, do shohim Sex and the City, do mbyllemi në shtëpi, thjesht për të harruar situatën e vështirë, sepse duhet ketë fisnikëri dhe në dhimbje dhe në mërzitje dhe në gjërat që na ndodhin dhe ti e përfiton fisnikërinë sepse ti do vuash përjetësisht. Ka momente që do të japësh makinës, do të kujtohet ky njeriu mbas shumë vitesh dhe ti do qash, do e vuash, do jesh në një gjendje jo të mirë për ato orë që do të kujtohet. Por fisnikëria është që ti të kuptosh që çdo gjë që ndodh është pjesë e jetës, që nga vdekja, që nga divorci, që nga largimi dikujt që ne duam, që nga pandemia, nga çdo gjë që ndodh, është pjesë e jetës, është një sprov. Dhe mënyra se si ti e ke përballjen me këtë gjën, të bën ty që të ndihmosh veten tënde që të shkosh through këtij procesit të gjërave që ndodhin. Se humorit S'ka rëndësi se sa të rënda janë. Pastaj jeta është shaka e madhe në fundit, sepse ne marrim seriozisht e ç'duhem dhe Është një fest, është një fest. Është nuk e di Rita çka ke mësuar ti deri tani nga Kjo jeta në përgjithësi. edhe mua më vjen gjithmonë, më vjen ai vargu i Beatlesave që gjithçka që na nevojitet është dashuria dhe unë bëra pikërisht këtë gjë që gjithçka që na nevojitet është pranimi dhe ti pranosh gjërat. Janë pjesë e jetës. Edhe një grindje, edhe humbja e madhe. Duhet t'i mësojmë edhe fëmijët që gjitha janë pjesë e jetës. Ndarja është pjesë e jetës, dikujt mund t'i duket si vdekje. Xhelozia është pjesë e jetës. Ai perversiteti në një çift të dashuruar është pjesë e jetës, nuk është turp. Ti gjitha duhet t'i shohim dhe t'i pranojmë dhe kur ti i pranon, ti di se si të sillesh pastaj.